Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka thënë të martën se kanë vendosur që të rrisin pagat në sektorin publik për 110 euro. Kjo rritje e pagës do të bëhet në 2 faza gjatë vitit të ardhshëm, një herë në janar të 2025 me 55 euro, si dhe rritja tjetër do të realizohet gjatë verës, domethënë korrekt të vitit 2025. E çka do të thotë tjetër kjo? Pranën kuptohet që me këtë rritje, rrugë më të madhe do të marrin edhe krerët e shtetit, si edhe vetë kryeministri Kurti. Paga aktuale e presidentit është 1980 euro, në janar ajo do të jetë 2035 euro, ndërsa në korrekt 2025 2090 euro. Kryetari i kuvendit ka pagën aktuale 1870 euro. Në janar pritet të jetë 1925 euro dhe në korrekt pritet të jetë 1980 euro. Kryeministri ka pagën të njëjtë si kryetari i kuvendit. Paga aktuale një deputeti ose deputete është 1804 euro. Në janar ajo pagë pritet të bëhet 1859 euro, aq sa do të ketë edhe një ministër apo ministre pagën. Komandanti FSK-s ka pagën aktuale 1650 euro. Në janar pritet të bëhet rruga 1705 euro, ndërsa në korrekt 1760 euro. Një ushtar aktualisht ka një pagë 616 euro. Paga e tij në janar pritet të jetë 671 euro, ndërsa në korrekt pritet të bëhet 726 euro. Drejtori i përgjithshëm në Policinë e Kosovës ka një pagë prej 1595 euro. Në janar ajo do të bëhet 1650 euro, ndërsa në korrekt pritet të jetë 1705 euro. Një polic pagën aktuale ka 550 euro. Në janar, paga e tij pritet të shkojë në 605 euro, kurse 660 euro prej korrikut të 2025. Komandanti i brigadës së zjarrfikësve ka pagën aktuale 880 euro. Në janar pritet që kjo pagë të bëhet 935 euro dhe në korrekt 990 euro. Ndërsa zjarrfikësi ashtu njëjtë si polici ka tani një pagë prej 550 euro. Paga e tij në janar do të bëhet 605 euro e prej korrikut ajo do të lëviz në 660 euro. Drejtori i përgjithshëm i doganës ka pagën aktuale 1595 euro. Në janar ajo pagë do të jetë 1650 euro e në korrekt 1705 euro. Paga aktuale e rektorit universitar është 1562 euro. Në janar të 2025 pritet të bëhet 1617 euro, ndërsa në korrekt 1672 euro. Profesori rregullt universitar ka pagën 1364 euro. Në janar kjo pagë do të rritet për 55 euro dhe do t'i bëhet 1419 euro. Ndërsa pas rritjes në korrekt, ajo do të jetë 1474 euro. Drejtori i shkollës së mesme të lartë ka pagën 693 euro. Në janar, paga e tij do të bëhet 748 euro, ndërsa në korrekt 803 euro. Mësimdhënësi në shkollë të mesme të lartë ka pagën 638 euro. Në janar, ajo do t'i bëhet 693 euro. E në korrekt 748 euro. Mësimdhënësi në shkollën fillore dhe të mesme të ulët ka një pagë prej 616 euro. Në janar 671 euro, ndërsa në korrekt 726 euro. Drejtori i SHSKU-s ka pagën aktuale 1540 euro. Në janar ajo do t'i bëhet 1595 euro, në korrekt ajo do t'i jetë 1650 euro. Mjeku specialist ka pagën 1320 euro, në janar të 2025 pritet të jetë 1375 euro, ndërsa në korrekt pritet të jetë 1430 euro. Mjeku i përgjithshëm ka një pagë prej 814 euro. 869 euro ajo pritet të jetë në janar, ndërsa 924 euro nga korriku. Infermieri i nivelit më të lartë kanë pagën 616 euro. Në janar paga e tyre do të jetë
671 euro, ndërsa në korrik 726 euro. Ambasadori aktualisht ka pagën 1408 euro. Në janar paga e tij do të lëvizë në 1463 euro, ndërsa në korrik 1518 euro. Kurse konsulli ka rrogën 836 euro, në janar ajo do t'i bëhet 891 euro, ndërsa në korrik 946 euro.